Po shikojmë Chandlerit, fatmirësisht është e padëmtuar, zero dëmtim për sa i përket ngritave që kaluan në datën 7 deri në datën 10 që ishin deri në -7 gradë Celsius. Tani kemi janë disa momente do japim disa këshilla. Në për momentin Chandleri është në fazën e eshëm të vegjetacionit, pra po të shikoni me kujdes. Afroje pak. Sa ka filluar të hapi organi gjenerativ, që është gjethja, pra organi riprodhues. Jo më vonë se data se java e parë e majt, do më thënë kur vegetacioni jetë i plot, duhet të spërkatet me apash insekticid, pasi do të ketë prezencë të merimangës. Realisht ka filluar që tani merimanga nuk dalloj lësisht përmes kamerës, për ja ku është. Ka merimangë, por merimanga shfaqet njëkohësisht me shfaqjen e gjethes, e cila kërkon e cila në vetvete grumbullon dhe një pjesë të afideve, zakonisht është morri i gjelbërt, që ata shohet arës në pjesën e poshtme të gjethes dhe normalisht e dëmton pa duke bërë absorbimin apo përthithjen e lengjeve që ka gjethja, duke ulur procesin e fotosintezës dhe përjedhoj garanton një zhvillim të prapambetur pastaj të bimes. Spërkateni me apash insekticid. Pastaj që nga data 10 maj deri në datën, domethënë brenda muajit maj, duke vazhduar nga data 10 do të shikoni gjethen e curinë, domethënë zhvillimin e gjethave. Nëse ka lezione ose njolla kafe apo njolla të verdha, ato janë prezencë ose të smundjes të quajtur antraknozës, pra smundjes kancerogjene, e cila përsëri duhet të spërkatet dhe duhet të trajtohet. Pas javës së parë pas të qershorit, kur bima ka formuar kokrën, e cila është në një madhësi afërsisht sa lajthia, do të shikoni mundësinë për ta spërkatur për atë që është ose që quhet krimbi i arrës. Në këto momente besoj që do t'i sqarojmë edhe në vazhdimsi, por këto ishin si parantezë ose si sugjerime për të gjithë ata që merren me kultivimin e arrove. Kalofshi bukur,